procesi qumështore më e madhe në Kosovë e grumbëlloi 50% qumështit të Kosovës. Të gjithë të bujq e sjellin qumështit e ne. Bini 100.000 litra në ditë. Disa ushtarë të Facebookut që janë dalë Facebook edhe po folin domethënë pe baltosin këtë fermer, këtë punëtor, edhe gjithë ata punëtor të cilët e prodhojnë qumështin edhe e përpunojnë qumështin, ju bëj thirrje sa më parë ministrit bujqësisë AU-vit të dalin me rezultate ato të cilat i kanë gjetë për prezencën e qumshtit plon që nuk ka qumsh plon. Edhe këta e di që nuk ka qumsh plon. Dhe dalin me rezultat sa më parë edhe për analizat e qumshtit Vita. I duhet me jo analizat e dalë rezultatit. Nëse ja marrin analizat qumshtit Vita, ju bëj thirrje se cilin market Kosovës mi marr pa DNA në qumshtarës. Mi qumi bot, cilin do laborator në bot, edhe me shiku çfarë kvaliteti është. Një javë diti duhet Vitës e për 2 orë hinë qumshti nga Macedonia e Veriut, nga Bosnia, qumë Shërbis, ja kemi dëshmu edhe ministrisë që ka qumshtore në Macedoni, që komplet qumshtin e merë Sërbi edhe e përpunon e sjell këtu. E kanë me dëshmi, me faktura ku e marrin qumshtin. Kemi hasë në vesh shurdhur, për në këshyrin si kur armik. Ne nuk kemi armik t'i vendit, qumshti Kosovës, si e tha dhe Fidoni, për merë me 300 lop, gjithë të këtu që ka i kom për mbas meje, edhe gjithë të këtu, asë një nuk i kom për 50 lop. Deni ju bëj thirrje publike, kur shdën, mundet me ardhë me shiku, si bën analizat, edhe qka ka. Ne jemi të hapur për çdo gjë, edhe jo me ardhë qumshtore si ka padahi, me ardhë komplet në për marketa me marrë mostra dhe me dalë me rezultate. Ne kemi informatin që rezultatet ju ndalë. Rezultatit i ka ministri, po nuk për i publikon pëse ju ndalë mirë. Pse është mbyll kompania? Pse është mbyll kompania? Unë do ju jepi një sqarim. Kompania është mbyll, pse? Ju ndalë ca inspektorë dhe kanë thonë kemi gjetë, do me thonë e merë mostrën, edhe thotë kemi gjetë pa rregullsi. E merë qumshtin Vita, ku thotë kemi gjetë pa rregullsi, do me thonë sikur janë Nostradamusa. Ne ju kemi thonë, shikoni laborator, brenda 4 orë me mundin me bo mostrën, edhe me pru rezultatin, edhe me ja fillu me marrë qumshtin. Duhet, apo këta, të cilët e kanë bo këtë kuti popullatës, duhet me dalë me të regu çka kanë gjetë në qumshtin Vita. Ne ju bëjmë thirrje, çka keni gjetë? Qumshti Vita është 100%, edhe këta e dinë që është 100% qumshti këtyre fermerëve. Çka nëse rezultati të sakta, e këtë fermerët nuk dihen të tradhtuar. Ne edhe fermerët jemi bashkë. Fermerët e prodhojnë qumshtin, ne e përpunojmë qumshtin. Vita nuk prodhon qumsht, Vita përpunon qumsht. Kuptojeni këtë një herë për gjithmonë. Qumshtin e shtymë, sa në pikien? 70 lop. Ku ka ky që 3 ditë ku me qumshtin? Unë du me dalë keni kërkuar qumshtorës Vita që me pranu qumshtin me qenë se nuk është mbyll për institucionet, ajo është mbyll. Institucionet e kanë mbyll në mënyrë indirekte. Dalin pa pikë shtyre qumshti kemi gjetë pa rregullsi. Inspektor me emër dhe me mbiemër. Ka dhe as inspektor që e kanë pa që është rregull, po nuk guxojnë dalin flasin lirshëm. Të e thëmë me përgjithësi, unë jam njeri fushës, unë jam veterinar e ka edhe këtë kolegin që i ka 300 lopë. Ma mirë se na që e nxje fermen, nuk e nxje as një këtu ministrit bujqësisë. Komplet. Të të regojmë që lopa prodhon 24 orë. Ju lutem, delni me rezultate si i keni marrë. Nuk dëra me ndërhyr rezultate, vetëm delni çka keni gjetë në qumë edhe t'ja fillojmë grumbullimin e qumshtit. Nga ky moment këtu, ne mos shohim si skena, këto skena nuk i konvenojnë kërkujna. Këto janë skena të mërshme mbi pa fermer, sot është rrugli i punës që këta duhet me shenë për ara. E këta vinë protestojnë në kryeqytet që nuk është rregull. Janë konstruktigani nuk kraj kur një. 100% e ki saktë. është mbyllje shëndeti. AU-vi, veç një sekund, AU-vi e ka bo një proces verbal. Kërkoni në AU, qka o shkru proces verbal, edhe kush e ka përpilu që o dal me deklarat për shtyp, që nuk o dal prej AU-vit, o dal për kësaj ministris, e ka shkru dikush që kur ferë nuk o hi, dështë edhe nuk është e Kosovës. Kush është ai person? Kush është, e pyetni këtu, dëgjoni 20 minutë, inspektorat e AU-vit, që jonë profesionist fushës, e kanë mbush një proces verbal. Pyetni, kulumtoni qka ka proces verbal. Plus,
çka u komentu popullatës, çka ka marrë vesh ky zotnia, çka ka marrë vesh kjo, çka ka marrë vesh une nga. Pse i bjen këta të cilët i përpilojnë që janë zëllënsa qeverisë ose zëllënsat kësaj ministrisë, jonë sikur me marrë një astek me pupla, me shpërdo puplat nga helikopteri, pastaj demantin me shku me marrë puplat nga secila shtëpi. Nuk e hajmë në atë pogosje të cilat na kanë gatu. Ju lutem, shikoni që ka në proces verbal edhe sa ma shpejt me dalë me rezultati.